Sepajete Beslimi është nënë e 2 fëmijëve nga Tetova, që vuan nga një sëmundje e rëndë që e ka lënë atë në shtrat tashmë 3 vite. Burri i saj punon si mjeshtër i ndërtimtarisë dhe merr pak mujore prej 300 eurove, por si shpjegon Sepajetja, shumica atyre parave shpenzohen për qira, ujë dhe rrymë. Atyre u ndihmojnë edhe të tjerët sa të munden, por ato para i harxojnë për terapitë e shtrenjta që duhet i bëjnë. Aja thotë se shpesh i kursejnë paratë e bukës për terapi. Nuk os më taj e lejën, të më taj të marë në kraj, me traunik po. 100 euro kom 100 ponë që i marë në kraj. 50 euro kom 5 herë një avë që shkujnë, terapi në Shkup. Ka 7 gjelpona që i marë në kraj, në korajs. Ato avajnë puna, dhe një jarë jesë me në pa bukë, jesë me në pa asoj, e rujna për terapinë, rabon të onë skimi, shpajën të onë skimi. Kitë me pare, ka shkujna me pare. Ajo tashmë 3 vite nuk mund të lëviz pa u përkujdesur ndokush nga familjarët ose fëmijët e saj. Dërsa kujdestarin për dhënje në kohë të ilaçeve e bën vajza e saj Flutra, që ka 9 vjeç. Unë njëherë për njëherë, me s'mund t'jam bajgjis, asë në grejë, mësa në grejë, më pejki. Dëmë marën të orë, dëmë qojnë. Dëmë qojnë me taksi, a i taksi pagohet, po herë bëfshim, ka i ndimau, prape lutin ndimën e këtine. Ndimën e vllaznive moj, motrave moj, janë e të Zotit. Kësha pas dhe njësje për qëjtë, kësha pas dhe njësje për të asoj. Di bojsha mos kam kur gjanë, ku jetë ndorën e vllaznive moj, motrave moj, ato më dajpi. Një cautë se kam 9 vjetë, ajo kujdeset për mu, me gjithë borin. Që kjo në fëmijë, nëse ka dhe një musliman, në ape, në bëjera mjetë. E në ato që s'kajnë, Zoti ishë përbleft me të mejra. E në si unë, Zoti kërkuj musliman, më ja qaftë. Që ka të mund të e në time. Êshtë i Zoti në është përbleft kejtve. Sepajetja thotë se sëmundja e tumorit në kokë e ka kapur që para 3 viteve, duke e munduar tepër, më shumë gjatë kohës së fundit dhe se për të, në disa raste janë të padurueshme edhe dhimbjet e mëdha që i ka. Më ka najsë, pri 3 vjetë sëmundja më ka najsë. Kër më ka najsë jefte, veç më ka dajmë të kraja. Shku ishan të toa, më tojshin, mbas nervoze, më rapa më dollë një gongë. Kër më dollë gongë, më qonë Shkup. Shkova Shkup, ato më thanë të marë. Një më të matë ku më shkonë terapike, Ante Popovski, krijetari i bolnicës Gjikakon, i traunit. Kretë më të matë i të më lishuj për duare, të mora dalësh jashtë. Unë për jashtë kushtet si ku më pasë, dhe s'kishna. Më rapa me ndimën e më vllaznive, motrave, më mund të cao dolla. Gjithi vjetë që ku më kanë, se ku më artë, unë gjithi vjetë, të kur dhe më ka përdejmë, të unë dhe pejki, dhe marën dhe më qësën me qarshafë. Kur të bjenë mjenë të agje dhe më apën i një këci në kraj, në korajsë, në kraj. Dhe të smiratëm do më bëjnë në Shpanjë. Spital ku më najtë 4 herë, në Shkup. 4 herë në Tetova. Prapën të unë shkuj të raj. Ku të shkuj të raj? Nuk se më shëndoashin, nuk të unë se të të shëndoashin. Ne të unë veç të smirati. Zoti e ka që shameranta, është. Unë nuk e di, nuk kom më mutë se dhe shkuj në Itali, ose unë të Zoti këm shpresa. Amon pa një dinarë se në lush ka më kërkondi. Kushtet nuk i kam për qko vetë. Familën nuk i kam gjendje të mdimojnë, në ato vetë janë me qira. Unë që të mdejmë veç për muslimankave. Kush ka mundëse, për i zatë Allahit, të mdimoje, Zoti ishë përbleft. Për në ato gjiskajnë, në atin e Zoti u dhashtë. Më zripin pin 5 katë me qarshafë të poshë. Do më zripin ta, orë lift s'kejmi. Me qirat, mund dalëm në që tërkundi, për që tërkundi janë shtrinë. Qëta u kemi gjithë pak ma lejë, po ma qëta he. Ma qirat si mi përbala u kejta, mos mund tajës. Na ka pëkut s'mund tajë. Nëna 35 vjeçare thosë se ka shpresë se mund të shërohet, dhe se së fundmi ka marrë një lajm se shërimi i saj mund të bëjë një spital në Itali. Në Itali mu më janë paraqit për Italije, të Lakuiles. Ka i bje kjo Lakuilja, ka i thënë, bolnica Lakuiles ka thënë se ne mundim të shëndoashim. Sa përqin, 70% ka dhënë. Unë të koncentrova me ato, me të Italijës jo. Se nuk di, as gjo, as nuk kam insan, gjallin e kam të vogël. Bori gjithë ditë më po, unë nuk e dina gjohën. Unë me Italia nuk jom konsultau. Që kam ka i thënë njerëzit.
Ka thonë se garanton. Unë inshallah qënë zoti Ramet, bon hisebib. Unë i marrë toallat e në kur dhe nejsi për qëku në Itali, unë kam nëse mund një të vajni të minqizuani, se hi pishkuj. E në kur dhe vaj për jaj djetë do u kalzoj. Ta din ato insant ku i qojnë paret, mu ka e zemra. Se unë nuk i marrë as për shpej, as për kunisi. Kur dhe jëmë e shëndosh, unë të përballuam kitë. Unë e shëndosh, buri i shëndosh, kitë të rujnë me tira, dërojnë e një. A mon me një plat 300 euro me tira, me smuntej. E djalin 14 vjetë e kumë qohë. A ka atën gjithë ditën, pasron t'i qana të gjanja, ta bene një ka qajtë buka i në kësha. Pari të buri që kujnë të tiraja. Këtë taksi që shkujnë a shkup. Këto qirat që ndimojnë, ja që i doktorit. 5 gjilpona pis vitrë mi kënë qohë, 480 franga. Unë e kitë terapijnë e kam qëtrinjtë. Nëse do të në dokumentat i kam kitë. Të unë e rina nuk ka kitë janë. Nuk e kam linjët. Amon, zorti qënë të ti përballu shkitë. Jo, veç sa të më mundësoj e zoti, unë e dritë nejsi. Në atë moment që të mundësojat, unë e dritë e i pjallë të pozin e nejsi. Në qatë moment. Se ma shkatrau shperti. Një një këcinë kri që e marrë është një javë. Unë 5 herë javë të marrë në kreje. 40 minuta që ma japi një këcijë. Në kranë, kora i shperti më do që të u shpa. Unë sa të bonë, unë e dritë nejsi. Unë në mutin e kam shpresën të zoti, nuk e hupi. Amane në zoti ka që sebep. Aj sebep i pa pare, nuk shko. Ma herët këm pona pëndore. Buri ka pona mesterlek, unë e këm pona pëndore. E kishë në një fejlidare, dilsh në salamet. Nuk kishë në smuntaj. Ponojsha me maqenë, pastrojsha, do kundi ku shumë tërë të shkusha pastrojsha. Një dare e qiqëna. Nuk e kishë në këtë smuntajnë e ramë. Që të hejnë nuk jom 4 vitin tim të drejtuj në këtë pënoj dënisi. Për jasë dvejë ku shqejen a rame, mi ndroje pijamet, të mvejshë, të ndretoje, që i ka gjia 4 mi kreja në flokët, terapijen ma jep. Sot nuk jom 4 për vitin tim. Sa dhe jaci, pik të 10 metrë dhe unë pajki. Dushanka Vojvodiç është fëqinja e Sabajetës. Ajo dhe pse në moshë të shtyër vjen në banesë të Sabajetës dhe i ndihmon asaj të vishet, të bëj bukën, të kujdeset për fëmijët e shumë gjëra tjera, që vajza e saj 9-vjeçare nuk mund t'i bëj. E kam fëqin të parë, unë kam 75 vjetë, kur më thëret shkoj me të në mjek, kthehemi bashkë. Përderisa ajo merr infuzione, unë kujdesem për fëmijët, i ushqej, i përcjell në shkollë, as sa mundem i gjindem për gjithçka. Ajo ka shkuar në 6 të mëngjesit në spital. Unë vi këtu, i pres fëmijët të zgjohen, i dërgoj në shkollë, i pres kur të kthehen. Sabajetja shpreh me njohje dhe fjalë të mira për fëmijën e saj Dushanka, që qëndron pranë saj në çdo kohë kur ka më shumë nevojë. 35 vjeçarja ka një djalë 13 vjeçar që punon për 100 denar në ditë dhe një vajzë 9 vjeçare që kujdeset për të, aq sa mundet. Sabajetja, që është rritur jetime, thotë se e din se çfarë do të thotë të rritet jetim dhe i dhem kur i sheh fëmijët e saj e nuk mund të kujdeset për ta. Ajo thotë se fëmijët e saj nuk kanë festuar Bajramin tashmë 3 vjet. Ku dhe kemë fëmijët e mi Bajram, nonën e shtrojt me në shtratë. Talli fëmijët e kësë Bajram. Mija do të homqët. Kush? Mi të mi s'ka i Bajram ku një herë. Nësë të peshoa nonën, shtrojt me. Djali thot do punujt, gjirë me 10 miliard, ma beto të blej hapa noni. Nëse me ndujna Bajramin, e me ndujna veç terapia. Bajrami bëhet kur i hesh nosh. Kush do boje fmit me moj Bajram. Ana e shtrajt me. Me aba gjitë boje. Zoti kërkuj me ja qoftë. Me fukara lek, me qira, me smutaj, pa non, pa insan. E vetme me këto kushtet këqia. Zoti kërkon të me provoft. Fatin tim. Këtë fëmijët e altë që dalën lomë, fëmijët e mojmin tonë e kajnë. Që i kanë 9 vjetë, kisha shkuan të shkua. Do mi vene këtë terapien, as talën të shkuet, këtë kushin t'i thejrë, të risa të vajun të shep një nonën, kur dhe vajë nonën shkup. Fëmijët e moj, ku një herë se më praj me nonë. Kur kajnë ardë, nonën se kajnë gjithë.
Zoti kërkuj më ja qoftë këtë më mëtaj. Në mu inshallah kujton Zoti ma herë. Se për ato rajta pa nanë, do isha ti rajtë i këmien me nanë, amon, Zoti ma bani. Me të mi vëgjim shohan si figurë, një sahatë më shohan, një javë së më shohan. Dhe shkuj në shkollë kur dhe vaj nana sa në shkup. Djali dhe shkuj në ponë kur dhe vaj, qatë 10 milardin që ka marrë nana një për terapej. Me të maj bajram, inshallah Zoti, papa i të më më të soana manë. Me të maj ku një herë nuk e në qeshë, që 3 vjetë, po së qeshë që këte në hupë. Tre vjetë të nuk e në hunë që me në suapar, se këmi të hunë të jenë të knaqët. Të jenë hunë që me kushejën që u ka vu kushejë, për shtajnë dimon të sauca. 9 vjetë i ka, po për e gjatë verës. Ne ka qajtë buke vej me gjatë që taj. Zoti kujtoftë, ma shumë nuk e di. O boj apel prapë këtë musliman të musliman ka të ka jonë, për i zatë Allahit, nëse ka në mundësaj me mdima. Se më zartë jam shumë. Se bajit e beslimit që vuan ka tumorin në kokë, për shërimin e sëmundjes së saj ka qenë në Kroaci dhe në Turqi, por nuk ka pasur rezultate pozitive. Ajo thot se tani është të premtuar se mund të shërohet në një spital në Itali, por që këtë shërim, që kushton rreth 12.000 eurove, nuk mund ta përballojë. Andaj, ajo apelon për ndihmë dhe për krahje.